po mjaft dhe mjaft. A e kuptoni mjaft? Ore, lexoj pafund komente dhe çuditërisht janë komente nga të gjitha palët. Të gjitha palët më thonë që ti je i këtij apo i atij. Edramistët më thonë o klyshi Sali Viçidolit. Berishistët më thonë o patronazhist i tërbuar, i qelbur, o klyshi Edi Ramës, i Ballukut, i Veliajt, o soroist i qelbur, i fliqur e kështu me radhë. Të gjithë më përcaktojnë se i kujt jam unë dhe për kë shërbej unë. Po mjaft dhe mjaft. Mjaft mërse nuk jemi të gjithë të shitur, nuk jemi të gjithë pjesë të tregut Roskovecit, të politikës shqiptare dhe të shoqërisë shqiptare. Nuk jemi të gjithë një lloj. Mjaft. Dhe po ju them dy gjëra thjeshta për me i kuptu, si me ABC-n, si me abetaren. ABC, abetare. Ore, po t'isha i Berishës unë, nëse unë do t'i shërbeja Sali Berishës, nëse unë do t'isha i Berishës, nëse unë do të punoja për Sali Berishën, a mendoni që në ato vite që ai ka qenë në pushtet, 1992, 1997, 2005, 2013, unë do të kisha qenë të paktën diku tundës dere, pra do të kisha marrë një shpërblim, një përfitim, një bonus, por nuk kam qenë kur asnjë ditë, absolutisht asnjë ditë, në asnjë vend pune, as tundës dere, as në bashkitë e Partisë Demokratike, as në institucionet e Partisë Demokratike, as në qeveri, as në administratë, as nivel qendror dhe as nivel lokal. As tundës dere nuk kam qenë. Tjetër, po të kisha qenë unë i Sali Berishës, a do kisha qenë ndokund, a keni parë në një logo të Partisë Demokratike pas shpinës time, në një foltore të Partisë Demokratike pas shpinës time, në një flamur të Partisë Demokratike të pas shpinës time, ku unë të flas në emër të Partisë Demokratike ndokund, apo të jem duke folur në një sallë apo foltore të Partisë Demokratike ndokund, kurkund nuk më keni parë. Më keni parë gjithmonë me logot e mia, me organizatat që unë kam themeluar, drejtuar dhe organizuar. Kur nuk kam qenë as drejtues, as përfaqësues dhe në asnjë lloj pozicioni e roli në Partinë Demokratike. I vetmi moment ku unë kam shërbyer si drejtues ka qenë kur kam qenë fëmijë, nga mosha 16 vjeçare deri në moshën 20 vjeçare, 91, 94, pra kam qenë fëmijë, ku kam qenë kryetari i forumit rinor të Partisë Demokratike në Fillesa. Dhe mëtej nuk keni absolutisht asnjë funksion, asnjë detyrë dhe asnjë rol të Arjan Galdinit në Partinë Demokratike. Kurkund, as në shtetin dhe as në qeverinë e Partisë Demokratike. Atëherë si mund t'i shërbej unë Sali Berishës dhe Partisë Demokratike kur unë sot në moshën 51 vjeçare nuk i kam parë një ditë mirësi, respekt, nderim apo vlerësim Partisë Demokratike për personin tim. Zero. Tjetër, ore nëse unë i shërbej sot Partisë Demokratike dhe Sali Berishës, a nuk do duhej që të gjitha mediat që janë pro Berishës, pro opozitës, pro Partisë Demokratike, ta kishin emrin tim dhe fytyrën time të përdorshme në për studio televizive, në për edicione lajmesh, në për banaqe televizionesh? A nuk do duhet ishin portalet, gazetat, të cilat janë në krahun e Partisë Demokratike dhe të Sali Berishës, të hapeshin e të mbylleshin me emrin tim, apo me shkrimet e mia, apo me analizat e mia? Zero. 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 Asnjë media e Partisë Demokratike, apo pranë Partisë Demokratike, apo pro Partisë Demokratike, apo pranë Sali Berishës, apo pro Sali Berishës, zero, asnjë media nuk publikon asgjë timen. Ju mund të lexoni gjithçka në Facebook-un tim. Ju mund të gjeni gjithçka në Facebook-un tim, Arjan Galdini, por nuk gjeni asgjë në asnjë portal dhe asnjë media pranë Partisë Demokratike dhe Sali Berishës. Iku kjo. Tani,
Pala tjetër, pra demokratët më akuzojnë mua se unë i shërbej Edi Ramës, Veliajt, Ballukut, Sorosit. Ore, Edi Rama dhe Partia Socialiste, Fatos Nano dhe Partia Socialiste kanë qenë në pushtet në vitet 91, 92, 97, 2005 dhe 2013 dhe deri sot. Ore, ma gjeni një ditë që unë kam qenë tundës dere në qeverisit e Partisë Socialiste. Tundës dere. Ma gjeni një ditë që unë kam qenë përfituesi një tenderi, një përfitimi fondi, një financimi, një donacioni nga qeverisit e Partisë Socialiste apo të Partisë Demokratike në këto 36 vite. Një qindark. Ma gjeni një OJF, një organizat jo qeveritare, jo fitimprurse. Ma gjeni një biznes, ma gjeni një mënyrë të drejt për drejt apo të tërthort që unë në këto 36 vite kam përfituar diçka nga Partia Demokratike, nga LSI-a apo nga Partia Socialiste. Ma gjeni një gërm. Ju sfidoj të gjithë, ma gjeni një gërm përfitim ose një vend pune në 36 vite që unë e kam marrë si vlerësim, respekt apo shpërblim nga Partia Demokratike, nga Partia Socialiste apo nga LSI apo nga cila do parti tjetër që ka patur copza pushteti në këto 36 vite. Ma gjeni një. Ma gjeni një detyrë, një rol, një funksion që unë kam patur si Arjan Galdini në administrat publike, në administrat lokale, në bashki, në tatime, në dogana, ku di unë, në inspektoriate, gjeni një tundës dere. Ma gjeni një funksion që unë kam patur në një parti politike shqiptare nga këto që kanë patur pushtete apo që kanë qenë në pushtet apo që janë në pushtet. Ma gjeni një gërm, ju sfidoj të gjithë. Dhe gjeni një qindark që unë e kam marrë nga buxheti i shtetit, si ofiqar, si zyrtar, si i zgjedhur apo si emëruar nga njëra nga këto partit që kanë patur pushtetet mëdhaja apo copzat vogla pushtetesh në këto 36 vite. Por në qëse unë do i shërbeja Veliajt, Ramës, Ballukut, Sorosit, ku di unë çfarë, a nuk do duhet isha unë në media? A nuk do duhet buçisnin mediat me emrin tim? A nuk do duhet që të gjitha mediat e majta që i shërbejnë qeverisë, që i bëjnë qeverisë fresk, ta kishin emrin tim aty, të afishuar? A nuk do duhet isha unë për banaqet e televizioneve pro-qeveritare? A nuk do duhet isha unë në studio të televizionet pro-qeveritare? Unë jam ftuar vetëm nga një gazetar, Tek Pull, në Report TV nga Denis Minga, dhe jam ftuar si analist, herë pas here, një herë në muaj, vetëm në 2 sezonet e fundit, dhe kam ikur nga studioja dhe nuk kthehem më në atë studio dhe nuk kthehem më në atë televizion, për shkakun se ata u përpoqën që të më kornizonin dhe ta ndalnin fjalën time bazuar në projektet e tyre dhe qëllimet e tyre. Pra unë kam refuzuar, kam dalë unë nga studio, kam ikur unë nga studio e Denis Mingës dhe Report TV. Pra ma gjeni tani cili lajm për Arjan Galdinin, cili aktivitet për Arjan Galdinin, cilat shkrimet Arjan Galdinit, cilat qëndrimet Arjan Galdinit publikohen, afishohen dhe shumë fishohen dhe fryhen e pompohen mediatikisht në mediat pro-qeveritare të cilat mbrojnë Ramon, Veliajn, Ballukun. Ma gjeni një media që e ka emrin Arjan Galdinit të afishuar. Një media pro-qeveritare ose pro-opozitare, një. Tani lexoj pastaj të gjithë të tjerët, ti shërben regjimit, ti shërben Sorosit, ti shërben sionizmit, ti shërben Izraelit, i shërben këti ore më keni gjetur shumë padron. Po ma gjeni pak, koresisht e mundu që unë pas kam kaq padron të fuqishëm si pas jush, dhe kaq padron të kundërt prapë si pas jush dhe si pas përkatësive tuaja, por çuditërisht, unë jam i vetmi njeri në shoqërinë shqiptare, i vetmi realitet i cili këmbgul të jetë i pranishëm me mendimet dhe qëndrimet e veta si zë publik në rrjetet e veta sociale, i cili është 100% i dënuar me harres nga çdo media shqiptare, të mëdhaja dhe të vogla, të rëndësishme dhe të parëndësishme, të majta dhe të djathta dhe të qendrës. Unë jam i vetmi njeri që ndalohem rreptësisht të përmendem atë po të ftohem në për studiot televizive. Jam i vetmi njeri që nuk më ofrohet kur mundësia të flas për gjërat që unë bëj dhe unë organizoj dhe unë besoj dhe unë mendoj dhe unë veproj.
kur nuk janë bërë lajm ato çfarë unë shkruaj, ato çfarë unë bëj dhe ato çfarë unë krijoj, themeloj apo organizoj, përveç se janë thashë themnaj, milicish virtuale të vrerit që vjellin helm pafund dhe sajesa e shpifje. Pra emri im është pjesë e pazarit të gjirizave ku të gjitha ushtrit e militantëve, të gjitha partive politike në Shqipëri, të gjitha forcave politike, të gjitha interesave në Shqipëri, hedhin nga pak përrejnj apo lumenj, shpifjesh dhe lumi. Por unë nuk jam kur i ftuar në për studio televizive për të folur për çfarë mendoj unë. Dhe njerëzit nuk më njohin për atë që unë mendoj, nuk më njohin për atë që unë jam, njerëzit nuk më njohin për atë që unë them, besoj. Njerëzit më njohin me fragmentet e tyre dhe sipas partive që ata kanë përkatësinë. Çfarë u thot partia, mendojnë ata. Çfarë mendojnë dhe besojnë ata nga pikpamja partjake, apo doktrinore, apo ideologjike, apo thjesht rreshtim, ashtu më shohin ata mua me atë lloj paragjykimi. Pra nuk më njohin për Arian Galdinin, për atë që unë mendoj. Gjithmonë më gjykojnë zigzag dhe sipas çfarë u thot partia ose çfarë u thot mendja e tyre nga këndvështrimi i partisë tyre. A e kuptoni? Mjaft. Mjaft, mjaft, mjaft. Nuk jam në asnjë media. Nuk më gjeni në asnjë media. As të majta dhe as të djathta. Dhe mendojeni pak, si është e mundur që asnjë oligark nuk e gjeka vetveten tek unë që ta hapi një cep studio televizive për mua. Asnjë pronar mediash nuk e gjeka veten tek unë që të më hapi një cepës gazete për të publikuar opinionet e mia, qëndrimet e mia, aktivitetet e mia. Si është e mundur më që asnjë oligark, asnjë pronar mediash dhe asnjë media, asnjë gazetar, asnjë analist, asnjë moderator, kur nuk e përmendin emrin tim në asnjë media. Kur? A nuk ju thot kjo diçka që unë nuk jam i asnjërit prej tyre? A nuk arrini do ta kuptoni këtë gjë që unë nuk jam i asnjërit prej tyre? Pra nuk jam as i Ramiz Alis, as i Nexhbie Hoxhës, as i sigurimit shtetit, as i UDB-s, as i Asfalis, as i Erdoganit, as i Turqis, as i Gjermanit, as i Italis, as i Francezit, as i Amerikës, as i Nanos, as i Berishës, as i Ramës, as i Veliajt, as i Metës, as i Bashës, as i Flamingove dhe i kurkujt tjetër. Unë jam Arian Galdini dhe jam në vetmin time dhe në shejtnin e vetmis time. Jam në korsin time të vetmis sepse jam përballë këtyre. Nuk jam kundër tyre, sepse unë nuk besoj tek filozofia kundër. Unë kam krejt tjetër filozofi. Unë jam përballë të gjithë tyre. Nuk jam pjesë e elitave të Tiranës dhe nuk kam qenë kur pjesë e elitave të Tiranës. Kam qenë gjithmonë në shtegun tim të vetmis dhe në korsin time të vetmis. Nuk kam absolutisht asnjë lidhje, asnjë ndërlidhje, asnjë pazar, asnjë transakcion, asnjë marrëveshje okulte, të fshehtë, të njohur, të panjohur me kërkënd. Përndryshe, ftoj dhe sfidoj çdo që pretendon se ka një marrëveshje me mua, që pretendon se ka një pakt apo ujdi me mua, ta shpall dhe të më diskreditoj publikisht. Ju ftoj dhe ju sfidoj të gjithëve. Ma nxirrni paktin, marrëveshjen, përfitimin. Ma nxirrni. Ju ftoj dhe ju sfidoj të gjithëve, por mjaft. Mjaft, mjaft me këtë baldën masive që hidhni mbi çdo njeri në këtë vend. Lejoni që ndonjëherë në këtë vend të lindin njerëz të lirë. Besoni se në këtë vend munden të linden njerëz të lirë. Besoni. Jo të gjithë janë të shitur. Jo të gjithë janë mall tregu. Ka njerëz që jetojnë si qenie, si krijesa të Zotit, me bekimin dhe me hirin e Zotit, dhe duke mbrojtur dinjitetin dhe unicitetin që Zoti u ka caktuar në ta, brenda tyre dhe për ta. Unë dua të jetoj me hirin e Zotit dhe pik. Dhe në jetën time unë i përkas vetëm krijuesit tim dhe askujt tjetër. Dhe nëse jam këtu në këtë mision dhe në këtë qëllim,
Dhe nëse po juftoj juve, të gjithve, që ta dëgjoni këtë zë, nëse keni dëshirë, pa detyrim, pa detyrim, pa joshje, pa premtime, asnjë premtim, unë e bëj sepse dua që ky atë të jetë më i mirë për fëmijët tanë dhe më i drejtë për brezat që vinë dhe më i zhvilluar dhe më i nderit dhe vlerës se sa na e lanë të para tanë. Kaq.